Namazi ta rahaton zemrën tonë, namazi ta qetëson shpirtin tonë. Tash ti kur I drejtohesh Zotit, çka lexon? I lexon fjalët e Zotit. Ai I cili I lexon fjalët e Zotit, ai I cili e përkujton Allahun dhul xhelal me fjalët e Zotit, e sidomos në namaz, çka I bëhet zemra? I pastrohet, I qetësohet, I rahatohet. Nuk ka qetësues më të mirë, nuk ka ilaç më të mirë për zemrën tonë, për gjoksin tonë, sesa kur ti je në namaz. E tash kur ti je në namaz e përkujton fjalën e Zoti thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është të përkujtuarit e fjalës së Allahut qetësi, rahati dhe stabilizim I zemrave të juaja. E tash na jemi sot me depresione të ndryshme, jemi me strese të ndryshme. Ashtu ka ardhur bota, ashtu ka ardhur shoqëria, ashtu ka ardhur kriza, familje, probleme, jo rahati, jo qetësi, jo gjumë të bollshëm, gjumin se ka rahat, gjoksin ka shtrëngim, ka sikletë të ndryshme dhe këto depresione, medikamenti më I mirë për këtë shpirt që të qetësohet, ilaçi më I mirë për këtë stres që ti e përjeton dhe nuk din t'ja u tregojsh të tjerëve, beso se është muki namaz.